Nëse ti o Musa më punon të unë për 8 vite, ta martoj njërin për vajzave. Nëse i bën 10, atëherë është për teje. Assalamu alaikum, unë jam Hasan Ismaili dhe mirë se vini në serialin Fillimi dhe Mbarimi. Po që kemi mbet me një pjesë ku Musa a.s. është në Egjipt, mirë po paria, domethënë pjesa familja e faraonit e kërkojnë që për ta vrarë. Edhe ai shkaku pse rreziqi jetë largohet për vendbanimit, mirë po ku shkon? Se në fakt asaj nuk e di ku ato shku, vetëm qëllimin e ka të largohet për rrezikut. Ja, nuk kishte destinacion caktuar se ku për ku niset. Domethënë edhe nuk kishte moment edhe kohë për të menduar fare bile atë niset apo mos niset. Domethënë edhe në atë mënyrë pa përgatitje, ai vetëm se del prej vendit. Niset në përshkretir edhe e ka plën një situatë shumë e vështirë, pa ujë dhe pa ngrënie, ku ai kohë pas kohë ndoshta edhe detyrohet për shkak urisë së madhe të hanë edhe nga gjethet dhe nga bare që e gjen në rrugës. Udha në përshkretir nuk është fare e lehtë. Thonë vetëm ta paramendosh të futesh në atë botën vetë që nuk ka skaj dhe nuk din se ku do të përfundosh, është bëjgje e rrezikshme. Edhe ashtu subhanallahu vazhdon në rrugën e tij derisa afrohet pranë një fshati, pranë një vendbanimi ku kishte një bunar aty afër. Dhe afro dhe pin ujë. Sa do pak për ta ek atë etjen e madhe që kishte kapluar dhe për të pushuar sa do pak. Gjatë rrugës u lutte që Allah dhullat ta shpëton nga njës të këqin, nga zullumqarët, që Allah dhullat ta udhëzon për rrugën e drejtë, sepse nuk di se ku shkon. Jemi në kohë kur ai s'ka qenë pejgamber. Jo. Apo Allah s'ka shpall. Në shpallja jo, po Allah dhullat e kishte dhënë urtësi dhe dije. Në base e urtësi dhe dije, ai i drejtoi Allah dhullat Zotit plotfuqishëm me lutjet rëndomta për me ik prej zullumqarëve, mi ba Allah dhullat rrugdalje kështu me radhë. Kur përfundon te ky vendi, aty shen një gjë interesante ku banorët ishin mbledh për të përfituar nga bunari apo nga pusi ku kishte ujë dhe i mushnin domethënë ato kovat e veta dhe i jepnin bagtive, domethënë me dhën ujë për të pi. Në shikim kur vëren se janë dy vajza aty anësh, po rinin sa më larg dhe pritnin. Këtë këta krynin punët e tyre edhe vanoheshin, por derisa nuk i jepnin të drejtë atyre dy vajzave të furnizoheshin me ujë dhe të krynin punët të largoheshin se vetëm ato vajza ishin vetë. Atëherë Musa a.s. afro dhe ju thot, ç'është puna juve? Thot, na thot rrim këtu anësh, të skejume, presim derisa këtë këta të përfundojnë, e nëse ma afrohemi dhe marrim ujë për aty. Edhe për vetë edhe për bagtitë e tyre që kishin. Atëherë Musa a.s. nuk pret. Ju ndihmon. Shkon dhe merr nga uji dhe i furnizon ato ujë. Thuhet se ka qenë afër atij pusit ku kanë marrë ujë këta banorët, një pus tjetër që ishte mbuluar me gur. Dhe ishin gur të mëdha që nuk mund të njëri t'i largonte ato. Ndërsa Musa se ishte i fuqishëm mjaftueshëm, i merr dhe i largon ato ujë dhe nga ai pus i furnizon duke pas mundësitë që njëtën kohë edhe të furnizon edhe të vajzat pra me ujë. Edhe këtu ndodh që Musa sa ndalët, krytën punë ato vajzat, shkuan, ulët pranë një shkambi, pranë një guri, edhe e lut Allahun dhujare përsëri, dhe ato Zot, çfarë do hajri, çfarë do të mirë që më vjet aty prej teje, unë jam nevojtar. Ishte në gjendje të mjerueshme, domethënë i ikur po. I kërkuam për vrasje, po. I kërcnum për të vrarë, prite se vrasja i vjen nga çdo moment, edhe ditën e parë kur pat mbyt njërin e parë. Ai nuk ishte i qetë në qytet. Sa herë kur dilte i trembur me frikë. Po pastaj edhe kërcënimi i dytë erdhi shumë seriozisht, pa familje, jo. Pa kur i fa furnizimi, jo, pasurime vete, jo. Nuk pritet që të ketë ndonjë zgjedhje të shpejtë për ta. Dhe vajzat kthehen, të dy vajzat së shpejti tek shtëpia e tyre. I kishin një plak, domethënë një print që ishte i shtyrë në moshë dhe i tregojnë edhe Musait se shkaku pse na presim se nuk ka kush
ti krym punët e tona, ishin detyruar vajzat ta bënin punën e djemve, s'kishte djem. Po. Edhe baba është një plak i shtyrë në moshë, nuk mund ai vetë të del dhe të krym punët. Dërsa nga populli që ishin aty prezent vërej një sjellje jo e hishme fare. Ku ata domethënë nuk e vërenin hiç as që nuk jepin përparësi atyre dy vajzave të ngrata që të marrin dhe të krynin punë sa më shpejt, po vetë ata, domethënë kishin dëshirë që vetë të krynin punë së pari, duke mos i dhënë përparësi kurkujt tjetër. Prindi kur i sheh ato vajzat kthehen herët në shtëpi. Ishte mësues se çdo ditë ato të kthehen të fundit. Ndoshta edhe gati sa ka ardhur në mbrëmje. Atë ditë kthehen më herët, çka është puna, thotë kështu ka ndodhur, thotë. Ishte një njeri afër, u afron nga neve dhe na ndihmoi, na dha ujë me pi, i furnizon baktit tonë edhe parat edhe u kthim më herët. Thotë kthejmë në atë person. Do ta shpërblej se ka ndihmu. Flitet ky njeri se ka qenë një prej banorëve të Medjenit, se ky qytet, ky vend ku ka shku, domethënë Musa është Medjen. Medjeni njihet si vendbanimi i Shuaibit alayhis salam. Mi po flitet në komentatorët të Kuranit se ky plak, a ishte Shuaibi ajo? Sipas disave, domethënë jepet përshkrimi se ka qenë Shuaibi alayhis salam, por mendojmë se Allah dhe mësmiri se nuk ishte Shuaibi alayhis salam. Për shkak përshkrimi si një plak i shtyr shumë në moshë, pa fëmijë, vetëm një dy vajza, i skajuar plotësisht nga shoqëria, që nuk kanë cilësitë e një pejgamberit. Po, pejgamberët ishin njerëz që merrnin pjesë brenda shoqërisë, jo skaj shoqërive. Pastaj periudha kohore mes Shuaibit dhe Musait është periudhë bëjë e gjatë. Okay. Pra atë dhe komentatorët thonë mund të mos ishte edhe vetë Shuaibi alayhis salam. E thret për ta shpërbly. Për të dhënë shpërblim se kishte bën një punë të mirë. Atë kur vjen Musai, sa vjen i tregon thotë kështu më ka ndodhur. Kishte ikë pi belas, si thënë na. Po. Thotë mos e ki dert. Ke pështu pi njerëzve të këqij. Ishte burr i mirë. Thuhet se ka qenë familjar i afërt i Shuaibit alayhis salam. Ndoshta prej pasardhësve të tij që ka mbetë sa do bok feja, morali, edukata, sjellja e mirë, pse jo? Thotë rri rahat. Je shpëtuar. Atëherë një prej vajzave i thot babait vet, thot, pse nuk e angazhon? Thonë ky ishte djetë që na ndihmoi. Ai që na dha ujë me pi. Bagtin e furnizon me ujë, po. Angazhoj se shohin që është i fortë, ama është i besueshëm, është i besueshëm emin, i thonë. Ka e vërejtën momentin që Musa i them afrohet ata. Afrohet me moral, duke ul shikimin. Pastaj kur e thret vajza Musain që të ka thirr baba jon. Ajo vajzë vjen me një lloj turpi, me një lloj mare e thret. Dhe Musai niset rrugës, thotë ti pe mbrapa dhe që kallzëm këta hupi rrugën, thotë më godit me një gur. Më thonë për me shku të fakt të Shuaibi, kjo vajza është mbrapa. A përpara është Musai ka ecë para. para. Ka thonë nëse e hupi rrugën, se lakoj anësh, ku nuk është dosh të kthejhem, dhe vetëm godet me një gur, ta di se ka ecë. Dhe kjo vajzë kishte vërejtë se ky është njeri, edhe i fortë po, ama i besueshëm po. Dikush ka mund t'ia besosh punën plotësisht. Dhe i tregon babës vet. Për ta punësu ishte qëllimi. Atëherë plaku kishte një ditë tjetër. Ideja e plakut ishte thoshte, nëse ti o Musa më punon tonë për 8 vite, ta martoj njërin për vajzave. Nëse i bën 10, atëherë është për teje. Ama me 8 vite ishte marrëveshja mes plakut dhe Musait alayhis salam, në këmbim ose si shpërblim të asaj që do ta martonte pasaj ai një prej vajzave të tij. Dhe thotë se ky ishte mehri më i shtrejtë. Po shumë vite. 8 vjet më punua. Shumë. Për i martesë sot më lirë është. Shumë më lirë. Cilën do afat do ta plotësosh? Është për teje. Në kështu Musa sa e pranon këtë si marrëveshje. Cilën afat do ta plotësoj? Mos u marrmitson nesër, mos e zë për të madhe. Thuhet Allahu se i ka plotësuar 10 vite. Se zakonisht pejgamberët e Allahut kur i bëjnë veprat i plotësojnë. I bëjnë më të përkryme. Ajo që është më e mira. Dhe çndron, do të thonë 10 vite
tek Shuaibi a.s. apo flasim tek një prej banorëve të Medjenit, një prej njerëzve të mirë të atij vendit, 10 vite të plota. Aty që Për mallot për Egjiptin, nuk e këtë malli as për Egjiptin, asnjëherë, po as për familjen e ngushtë. Ç'është. Se ai nanën e kishte, motrën e kishte, vllahun Harunin e kishte. Po. Popullin e vet ku e kishte lënë atë mizori të madhe e kishte prap. Edhe mos i kalon këto 10 vite, atëherë pastaj ai paksa lirohet nga përgjegjësia që mënet patjetër në atë vend për të shërbim dhe merr bashkëshortën e tij dhe niset për një rrugë. Rrugës duke Niset për hec në rrugë, ka dalë prej Bedjenit. Nuk ka ndonjë, domethënë, qëllim ku do të shkojë, vetëm largohet ai atje. nuk guxon të kthehej në Egjipt. Po, Ai ditë se çka e gjen. Ç'është. Po merr bashkëshortën e tij dhe niset. Kur niset, kalojnë pranë luginës tua, që e përmend Allahu dhe në Kur'an. Aty kur afrohen me familjen e tij, sheh një flak të madh dikun, edhe thot familjes, rrini ju këtu, unë veç ta shoh çka është puna e flakës. Kush qëndron më papë, ose s'po ku ta marr me vete një pjesë, kishin nevojë, ishte ftoft, për ta përgatitur një ushqim me kështu me radhë, kishin nevojë njerëzit të furnizosh edhe me zjarr, pse jo. E aty subhanallahu ishte momenti kur vjen shpallja Allahu xhallahu për Musajin. Domethënë zjarri dhe flaka ishin vetëm shenje për t'u afruar Musait sa deri në atë vend, në luginën tuaj, ku vetëm ai do të ishte prezant. Sepse do të merrte fjalët nga Allahu xhallahu se Allah e ka përzgjedhur që të pejgamberi i Zotit. Në atë luginën e bereqeshme, sikur që e përshkruan Allahu xhallahu. Momentet e para kur vjen aty, Allahu xhallahu i thot, unë jam Zoti jot. Unë jam Zoti jot. E detyron Allahu xhallahu bile ti largon edhe nallët që i kishte me veti. Kam zbathur. Interesant. Thuhet se ndoshta nallët e tij nuk kanë qenë të pastërta. Ose për shkak se njeriu për mu tregu tash një pozitë shumë më të përulur ndaj Zotit të Madhëshëm, që të largohej në çdo send, prekej për tokë edhe të kallëzohet më i përulur ndaj Zotit. Ndoshta edhe kjo ishte ajo arsye. Dhe aty i vin shpalljet. Aty i vin fjalët e para. Aty i vin kontakti i parë me Allahun xhallahu. Për çatë edhe Musa i quhet Kelimullah. Kush është Kelimullah? Është njëri personi Musa i të cilit i ka fol Allahu xhallahu në formë direkte. Tash jemi te pjesa e sponsorave. Si në episodin e parë që kena pas me këtë hoxhën, po duhet edhe te kjo pjesa me paraqit vetëm si sekuenca, mirë po para se mi pa këto videot, po du një mesazh, kjo vlen edhe për mu, po edhe ku vrejt të shumica, se dhja mu me thonë të shumica, mos bëj një kështu përmbledhje kështu shumica, po është një ves që na e kina që mu më pengon. Është interesant nëse e shohim dikush që përparon, është një lloj xhelozie e brendshme. A realisht nuk duhet me ndodh kjo. Sa i përket po foli ato që arrin sukses që janë njerëzit tonë, shqiptarët që janë musliman. Po marrim shembull edhe pse na sponsor nuk e kena kiperin, po kur e shet dikush suksesin, disa sikur xhelozojnë suksesin, a njerëzit tonë janë ata. Realisht nëse nuk është kiperi, te na, po foli për Maqedoni, është domethënë një firmë tjetër që nuk është njerëzit tonë. Ato domethënë e kanë produkte, kanë alkoolin, e kanë mishin e thivit, edhe kështu me radhë. Na duhet më një krenar me kiperin. Dhe inshallah pra kanë sukses. E këtë po du me thonë, këto sponsorët që të shifni unë, ju në thonë këto kanë arritë sukses. Edhe du kur të shifni tash këto sekuencat, të këshirni me qef se realisht, çka të ndodhen, dhe me thonë, ato fitimet që i bëjnë, që i marrin, 2.5% zëqatin e japin të njerëzit tonë. Ato dhe me thonë, e japin neve, me thonë, ne ngritime si musliman. A kjo nuk ndodhë, me thonë, nëse i ndodhë në firmës tjetër. Vetëm që desha si një qërësim, besoj të një mesazh, besoj se e keni marrë me pozitivitet, se ndoshta se ditë që kom thana, në rregull, atëherë pa me u ko, shikim të këndshëm. Shpallja e parë i vjen këtë formë.
Dhe momentin që i vje shpallja, urdhëri, lajmi, se është Allahu Dhu Xhelal, dhe Allahu subhanahu wa taala e këshillon dhe e porosit dhe e forcon që të jetë stabil në këtë çështje, të mos e largojë nga kjo rrugë, edhe pa marrë parasysh pse njerëzit tjerë nuk besojnë. Të mos pengohet ty nga e vërteta, kur gjë, pa marrë parasysh se njerëzit nuk besojnë. Dhe Allahu Dhu Xhelal i jep dy shenja, dy argumente në atë moment. E pyet se çka është kjo në dorën tënde e Musa? Thotë Allahu Dhu Xhelal është shkopi im që e mbaj me vete për baktin, kur rrun njerëzit kafsh, ose për shkon gjethe që ato t'i hajnë. Thotë, hedhë në tokë. Kura hedhë në tokë, ajo bëhet gjarpën. Frigohet Musa i Sam kur e shen në atë formë. Shkop, shëndrot në gjarpën, muxhize, mrekulli, diçka e jashtëzakonshme. Por që ishte përgatitje për një çka që vjen më mbrapa. Thotë mos u frigo, kape, se nuk gjen kur gjë. Ti i garantum, ti i sigurum. Kur e merr bëhet prap shkop, sikur se ka qenë. Shenja e dytë, Allahu do t'i jep dorën e tij, shuplakën e tij, kur e vendonte në sjetull, shndroi, ajo bënte dritë. Këto dy si argumente paraprake, si çdo pejgamber i Zotit ka qenë i përkrahur me argumente dhe me muxhize, me fakte, me mrekulli, që ndoshta faraoni apo çdo pejgamber që ka pas atë thirrsin kundër të thirrë, të ndikojë ai. Bile Kur'ani si që përshkruan, subhanallahu, është interesant. Thotë shko te faraoni dhe thirre dhe ftoje që të besoj me këto shenjat. Thotë Allahu Dhu Xhelal i thotë Musa, o Zot, unë kam bën një punë më herët, kam byt njëri, nuk e let qetë ajo vepra që i kishte bën më herët. Domethënë e kujton më një herë se ka vrarë njëri, nuk është lehtë. Po. Zoti e detyron të shkojë në Egjipt, takohet me faraonin. T'ja përcjell atij se është, domethënë i dërguar i Zotit. T'ja përcjell atij se kush është Allahu Dhu Xhelal. Bile në formën më të mirë. Thotë, shko te faraoni bashkë me Harunin alayhis salam dhe folni atij fjalë të ëmbla, fjalë të mira, fjalë të buta. Kujt faraonit Tiranit. A është ai që i ka shpall vetin Zot, ai ka shpall vetin Zot. Vet, domethënë me fjalët e tij ka deklaruar se thotë banorëve të vet, banorëve të Egjiptit, thotë unë jam Zoti ju më i madh, më i lartë. Domethënë këtij Allahu Dhu Xhelal i drejtohet në kësaj forme që thirrja ndaj tij të jetë e butë, subhanallahu. Domethënë kështu është edukata e pejgamberëve të Zotit. Domethënë është edukat që duhet ta përcjellim çdo ne, gjithë secili padyshim. Musa i në këtë moment kur i merr këto urdhnat e Zotit për të shkuar dhe për të takuar me këtë person që nuk pritet pe ti se do të gjej përgjigje të mirë, e para shihte se problemi i parë që mund të shfaqej Musait ishte problemi i vrasjes, që kishte bërë. E dyta, parashite që mund të ndodhë problemi që nuk ishte shumë i aftë në shprehje, për shkak problemit që kishte në gjuhë. Ato që e përmendën më herët në emisionin e kaluar, përmendet se kur ishte foshni e kishte marrë gacën ta. Ai ka shkaktuar problem që mund me folë rreth që nuk ishte orator. Atëherë kërkon Allahu Dhu Xhelal që Allahu ta bën pejgamber edhe vllahun e tij, Harunin. Thotë, o Zot, ai është më orator se unë, më gojtar se unë. Domethënë ka nevojë njeriu gjatë thirrjes, domethënë pajiset edhe me aftësitë e shprehjes dhe oratorisë dhe ndikimit me fjalë, padyshim. I paraprin subhanallahu Allahu Dhu Xhelal kësaj thirrje dhe këtë kërkese me përgjigje. Domethënë i përgjigjet Allahu Dhu Xhelal saqë Musa kur del prej luginës tuva tash me mision, si pejgamber, në këtë moment jo, në këtë momenti pejgamberi i Zotit shkon në Egjipt. Hyn në Egjipt të takohet me Harunin alayhis salam. Me mall që t'ja bëj lajmin, domethënë si përgëzim vllaut, po i kishte paraprit Xhibrili para tij. I kishte dhënë lajmin se është pejgamberi i Zotit. Aty takon vëllezër njëri me tjetrin. Tash domethënë ndryshe si pejgamber, dytë si pejgamber. Por është njohur se Musai
ishte pejgamber I Zotit në atë gradën më të lartë, ndërsa Haruni si ndihmës I tij. Po. Edhe Kurani përmend këtë, waj'al li Haruna akhi, wazira min ahli, do të thonë ndihmës tem, familjes tem, vllaun tim Harunin. Po. Do të thonë përmendet se është grada pak më, do të thonë Musa është pejgamber I Ben Israilëve në atë kohë, Haruni ndihmësi I tij, përkrahasi I tij. Edhe tu ditë e kishin tash misionin, angazhimin, punën më të madhe që të shkonin dhe t'ja shpalosnin të vërtetën kujt njeriut më të keq. Faraonit. Në pa mëshirë që I ka vrarë fëmijë, e ka shpall veten Zot. E Kërkon Musën për me vrarë. Thonë këtë këqijat janë. Këna që jetë. Po. Edhe vëret edhe në ajetë kuranore se Musa është frigu. Ka pas një farë lloj droje me ka do të pallafaqohet. Por I premtum nga Allahu Dhul Xhelal. Se Allah është me ta. Allah dëgjon çdo sen, shet çdo sen. Se për krah, se nuk do ta lënë që të përfundojë në dorën e gjakatarit sikur që ishte faraoni. Kështu me këto garanca Musa alayhiselam u drejtua tek faraoni dhe depërton në pallatin e tij. Takohet me faraonin. Dhe thot, na jemi të dërguar te Zoti. Kemi ardhur te ti për më të kallëzuar se kush është Allahu Dhul Xhelal. Momentin e parë nuk pritet që faraoni të përgjigjej mirë me edukat, me fjalë të mira, ose të kërkon shpjegime, fare. Tallje, përbuzje, që pastaj lindin presaj kërcënime të ndryshme. Herën e parë që I thot faraoni, thot, o ju njerëz, thot, unë nuk njeh për juve Zot tjetër përveç meje, thot, unë jam Zoti ju më I madh. Do të thotë e kishte ngrit vetën subhanallahu më tepër se ç'është. është. Një njeri I cili ka nevojë të hajë dhe të pije, të flejë dhe të pushojë, e ku ma gjëna tjera, Po. ta konsideron vetën se është Zoti I gjithësisë, Allah na ruaj. Njëri që e ka mashtru vetën fillimisht para se mashtron dikon tjetër. Përveç kësaj, e pyet Musa, kush është Zoti ju? Hajde kallzo. Që unë unë jam Zoti më I madh. Kush është Zoti ju? Musa sa mundo ti tregon se Zoti është ai që I ka kriju qiejt, tokën, këtë çka ka brenda saj. Binduni, besoni. Faraoni nis thot, o Haman, thot, a ka mundësi të më ndërtosh një ndërtesë të madhe me gur, të ngjitem lart ta shoh këtë Zotin e Musait ku është. Na thon, jo as logjikisht, po as moralisht, as formë edukatës, nuk prite pe ti, domethënë diçka e tillë. A ki Hamodi kush është? Hamani, Hamana. Po. edhe Karuni, dy prej ministrave të afërm të tij. Karuni është njëhe si biznesmen e asaj kohe, ose ministri I ekonomisë, I tregtisë e këtyre gjërave, se mire me pasuri me kështu. Bile thuaj se Karuni ndoshta edhe ka qenë edhe prej Ben Israile, por që kishte rënë viktime e faraonit, ishte më tërë. Hamani, domethënë mire me ndërtime. Po, domethënë I kishte anën e angazhimeve që kishte nevojë. E thot, më ndërtot një ndërtesë të madhe me gur, ti ki përvoj këto në profesion tonë, të shkoj ta shikoj ku është Zoti Musait alayhis salam. Domethënë deri në këtë drejtë. Atëherë Musa alayhis salam thot, unë kam marrë ty me argumente, me fakte. Kam shenja për këtë që e tham. Allah dhe gjemë ka ndihmu me diçka. Të qenë qenjat e tua. Shenja e parë është shkopi. Jetë gjuhën shkopin dhe bat gjarpën. Kur e merë, bat dru. Janë nxjerr dorën me dritë. Këto shenjat që spaku do të me reflektu tek njeriu me thonë prej ka ndodhen këto. Kemi përmend dhe një herë që pse shkopi të bëhet gjarpën në këtë rast? Pse bashkë kjo shenjë? Pse dora të bëhet dritë? Pse këto lloje të argumenteve u përdorën tek faraoni? Për arsye se përshtatej me kohën dhe përshtatej me gjërat që bëheshin atë kohë, sikur që ishte sihri, magjia. Nuk ishte diçka e pa më herët nga Musa alayhis salam se magjia ndodhej, bëhej, bile edhe ai pushtetin që e mbante përmes magjistarëve për t'i firgu njerëzit. Domethënë përmes magjive se këta bëjnë diçka çka
Ti ruaj se gjen kjo bela nesër prej këtyre. A e din ti mashtrimin çka e bën? Do thonë magjistari e din mashtrimin që e bën, e din se nuk është e vërtetë. Edhe ky që e ka porosit magjistarin, e di se çka është e çështja. Mrekullia nuk e bindi. Nuk e bindi që ta ndryshon mendimin e tij. Atë vjen deri në një moment kur e sheh faraoni këtë që po ndodh, atëherë në konsult me atë parinë e vet, thot atëherë do t'i mbledhim na gjithë sihirbas ton, gjithë magjistarët e këtij vendi, që nuk ishin pak, do thonë magjia në atë kohë konsideroi si një arritje e madhe, një talent i madh, bile kishte si të thot kurse intenzive për të mësuar si profesion se si bëj, i dërgonin të rit për të mësuar. Numri i tyre ishte shumë i madh. Thot me shpresë faraonit që tash përfundimisht ta mposhte Musain ndaj këtyre argumenteve të tij, edhe ta fiton betejën me to, edhe nesër të bën me to se e kërcon se do ta burgos. Do thonë I ka thënë që të kam të burgos, a? Këtë bisedë që ndodh me ti, kur e kallzon Musai për Allahu xhallahu, edhe kërcënon edhe me burgim. Por me shpresë se kjo do të jetë një goditje e madhe për Musain kur faraoni do ta munde se duke shfaqur se magjistarët do të jenë për aty që do ta mundin këtë shkop e këto argumentet e Musait, atëherë do të përfundojnë çështja e tij edhe nuk do të ketë fare ndikim, mund me bëhet me ato çka don. Vjen ky momenti kur një ditë për ditëve do të caktohej kur do të ndodhe ai takimi mes Musait dhe magjistarëve.